Michel Foucault e përshkroi këtë fenomen me konceptin e panoptikonit, një model burgu ku të burgosurit nuk e din nëse po vëzhgohen apo jo, ta i sillen gjithmonë sikur dikush i shikon. Kjo ndodh edhe sot. Ne vetë censurohemi, përpiqemi të dukemi më të mirë, më të pranueshëm, më të pëlqyeshëm. Nëse dikur friksoheshim nga një botë si ajo e 1984-s, sot ne kemi ndërtuar vetë atë. Në këtë kontekst, kalimi nga frika e survejimit në normalizimin e tij është një pasqyrë e thellë e shoqërisë moderne. Përfundim, ndoshta është koha të pyesim veten, si e pranuam ne ideologjinë e mbikëqyrjes që dikur na friksonte dhe e kthyem atë në një formë argëtimi? A ka ardhur koha që të reflektojmë mbi atë që po humbasim, ndërsa e shohim jetën e të tjerëve si një shfaqje për spektaklin ton? Po ne si individ, a jemi të gatshëm të sakrifikojmë privatësinë dhe autenticitetin tonë për disa sekonda fame dhe vëmendje? Apo bëhemi më të ndërgjegjshëm për pasojat e këtij fenomeni në jetën tonë personale? Apo është vetëm një tjetër rast ku iluzioni i argëtimit na largon nga realiteti i hidhur i kontrollit dhe manipulimit? Dhe më e rëndësishmja, a mund të gjejmë një mënyrë për të rivendosur lirinë tonë larg syrit të gjithanshëm të Big Brotherit?